billahi minash shaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Fillimisht padyshim falënderimet të takojnë Allahut subhanahu wa taala, paqja dhe mëshira e Allahut qoftë mbi të dërguarin e fundit Muhammed Mustafa sallallahu alaihi wasallam, mbi familjen e tij të pastër, mbi shokët e tij fisnik dhe besnik, dhe mbi të gjithë ata të cilët e kanë ndjekur, janë duke ndjekur, do të ta ndjekin rrugën e tyre me mirësi deri në ditën e fundit. Dhe sot inshallah do ta përfundojmë kapitullin të cilin e kemi filluar, që është kapitulli i parë në librin Riyad as-Salihin, që ka pas emrin do ta lexoj që ta shtjellojmë ashtu si duhet, pa babul ikhlasi, kapitulli i ikhlasit, i sinqeritetit, wa ihdarun niyya ka qenë. Dhe ta sjellësh niyetin, pra ta sjellësh niyetin, ta kesh niyetin para vetes në të gjitha veprat, fi jamil a'mali wal aqwali wal ahwali al bariza wal khafiyya. Ta kesh domethënë e parash ikhlasi, pra kapitulli i ikhlasit, pastaj çka? Ta kesh niyetin dhe qëllimin prezent në të gjitha punët dhe veprat dhe momentet, qofshin ato të dukshme apo të fshehta. Kjo ka qenë kapitulli i parë. Ky kapitulli tash do të përfundojmë me këto dy hadithe që do t'i shpjegojmë sonte inshallah. Pastaj do të vazhdohet me kapitullin e Taubës. Pra pa humbur kohë për shkak se njëri hadith i dyti është pak më i gjatë, për këtë arsye do të fillojmë me njëri inshallah. Fillimisht do ta lexojmë hadithin arabisht, pastaj do të fillojmë me shpjegim inshallah. Thot pra autori thot wa an Abi al-Abbas Abdullah ibn Abbas ibn Abdul Muttalib radiyallahu anhu, pra nga Abasi, ose do ta lexojmë këtë pastaj do ta komentojmë më mirë. Thot an Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam, thot fama yarwi an rabbih, pra nga i dërguari sallallahu alaihi wasallam, i cili transmeton nga Zoti i tij. Thot qala inna Allaha kataba al-hasanati was-sayyiati thumma bayyana dhalika faman hamma bihasanatin فلم يعملها كتبها الله تبارك وتعالى عنده حسنة كاملة. pastaj thot وإن هم thot بها pastaj thot فمن هم بحسنة فلم يعملها كتبها الله thot تبارك وتعالى عنده حسنة كاملة. وإن هم بها thot shkruan thot وإن هم بها فعملها كتب الله 10 أمثالها apo 10 hasanatin ila 700 dif ila ad'afin kathira. Kjo shumë e rëndësishme, pastaj do ta shohim se si shpjegohet. Thot win hamma bi sayyi'atin falam ya'malha katabaha Allahu 'indahu hasanatan kamila win hamma biha fa'amilaha katabaha Allahu sayyi'atan wahida. Ky hadith është hadith madhështor, edhe është i lidhet pra tham ende në kapitullin e niyetit dhe qëllimit, edhe ikhlasit. Këtë hadith Abdullah ibn Abbas e njihni. Pra, ka qenë Abdullah ibn Abbas, ka qenë biri i Abbasit, që është mingje pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, dhe për këtë sahabi nuk ka nevojë të bëhet njoftimi për të, sepse e dini shumë mirë kush është. Vazhdon thot, kam dëgjuar apo nga i dërguari sallallahu alaihi wasallam, i cili thot dhe flet lajme nga Allahu subhanahu wa taala. Pra, hadithi ka të bëjë tash me diçka që ka të bëjë me Allahun subhanahu wa taala dhe punët e Allahut subhanahu wa taala. Dhe thot, inna Allaha, thot Allahu subhanahu wa taala, thot ketebe, inna Allah ketebe al-hasanati was sayyiat. Me të vërtetë që Allahu i ka shkruajt të mirat dhe të këqijat. Thumma bayana dhalik, pastaj ka sqaruar. Pra Allahu i shkruan të mirat dhe të këqijat, dhe pastaj thot i dërguari sallallahu alaihi wasallam e ka sqaruar. Thot faman hamma, kush e bën niyet, kush bën niyet të bëjë një vepër të mirë, faman hamma bi hasanatin, kush bën niyet që të bëjë vepër të mirë. Thot falem ya'mal biha, dhe mirë po nuk e vepron. Nuk e vepron, thot katabaha Allahu tebaraka wa taala indahu hasanatan kamila. Nëse ai ka bën niyet, po nuk e vepron, tek Allahu çka i shkruhet shpërblimi i plot. I shkruhet shpërblimi i plot. Pastaj vazhdon dhe thot: "Wa in hamma biha fa 'amilaha katabaha Allahu 10 hasanati." Ndërsa thot, nëse ai e bën niyet, pra ka bën niyet ta bëjë, dhe e vepron atë që ka bën niyet ta bëjë, atë vepër apo atë fjalë, thot Allahu i shkruan 10 sevape ila 700 dhif. Thot deri në 700. Çka? Shumëzohet deri në 700 herë. Ila ad'afin kathira. Deri në shumë. Pra shtohet prej 10 deri 700, po edhe më shumë se 700. Bile El-Mawardi, është një prej dietarëve të hershëm, thot ka disa transmetohet prej disa sahabeve,
Transmetohet prej disa ulemave të umetit, të cilët thonë se hasenatet, pra veprat e mira nuk i tekalojnë domethënë shpërblimin e 700-shës. Ka prej 10 deri në 700, por nuk i tekalojnë. Ky hadith thot El-Mawardi thot është argument që tekalohet edhe 700-shë. Pse? Se në fund thot çka ila ad'afin kathira. Pasi përmendet 700-shën, thot pastaj edhe në shumë shpërblime ndoja. Kjo deri këtu është. Tash vazhdon në pjesën tjetër. Thot wa in hamma, nëse ai personi bisayyatin, nëse do ta bëjë një vepër të keqe, një gjuna. Falem ya'malha, por nuk e vepron. Kataba Allahu çka? Hasan indahu hasanatan kamila. Allahu tek ai e shkruan një sevap të plot. Të keqen e ka bënë ta bëje, mirë po se ka vepruar, i dërgoi sallallahu alaihi wasallam çka thot? Thot e i shkruhet e mirë e plot. Çfarë do të vim inshallah te kjo pjesë shumë me rëndësi të seket një çështje. Pastaj thot wa in hamma biha, por nëse do ta bëjë një vepër të keqe, thot fa amilaha, por e vepron atë, atë tek Allahu i shkruhet një e keqe. Pra nëse e mendon të keqen ta bëjë, nuk e bën, Allahu ja shkruan çka? Një të mirë. Nëse një bën një të keqe dhe e vepron, Allahu ja shkruan vetëm një. Kjo është prej mëshirës Allahu subhanahu wa taala, dhe Allahu nuk i bën dëm askujt. Çka është më rëndësi të seket? Nëse e themi këtë që e tham fund që tash. Themi që nëse njeriu bën një të bëjë keq, por nuk e vepron, ka një sevap. A nuk bie pak në kundërshtim ma herët javën e kaluar që u shpjegua se edhe vrasi, edhe i vrami në xhenem? Apo? A është ashtu? Në pikpamje të kështu dukshme, të jashtme, shihet që kanë kundërshtim hadithet. Sa gjithë thot, ku ka thonë nëse dy persona me shpata luftojnë njëri tjetrin, edhe ky e vret atë tjetrin, edhe i vrasësi, edhe i vrami në xhenem. Pse? Kur e kanë pyetja Resulullah, ne e kuptojmë se vrasësi është në xhenem, ma pse i vrami është në xhenem? Thotë se edhe ki ka dashur ta vrasë, po ai më jaft e ka vrarë. Nëse merret hadithi hiç pa shpjegim që kështu keq kuptohet. Prandaj dietarët, prandaj është edhe shpjegimi. Prandaj është edhe shpjegimi i haditheve që mos të keq kupton, se normal njeriu tash që ka lexuar atë hadithe, vjen tu lexuosh, që ka marrë Riyadus Salihinin edhe lexon. Është ajo që ndryshe këtu ndryshe çka u bë. Dietarët në sherh, pra Ibn Uthaymin edhe të tjerë tregojnë se nëse ky personi ka dashur ta bëjë veprën, ka dashur ta bëjë, ka bënë të bëjë një vepër keq. Mirë, po ju shkujtua Allahu. Edhe mos veprimi i veprës ka qenë prej frikës ndaj Allahut. Atëherë ki ka problem të plot. Jo nëse dikush e ka pengu, prap do ta bëje. Me dikush e pengon se na arrin ta bëje. Ki ka bile dënim. Ki person ka dënim, nuk ka shpërblim. Për këtë arsye vëllezër, këto çështje janë pak delikate, por duhet patjetër që të përmenden. Pastaj edhe te çështja e veprës mirë. Nëse njeriu vëllezër bën niyet, bëj vepër të mirë. Edhe nuk e bën ato, Allahu subhanahu wa taala vetëm për shkak të niyetit të tij që ka dashur ta bëjë të mirën, mirë po ka haru, ka pasur një pengesë, ka ndodhur diçka që ai s'e ka vepruar. Për shembull, ka dashur të marrë abdes, që të lexojë Kur'an me abdes. Ka haru të marrë. Tek Allahu subhanahu wa taala shkruhet se ki ka marrë abdes. I shkruhet sevapi i abdesit. Jo çka abdes prapë s'ka, mirë po sevapi i abdesit i shkruhet. Ka dashur ta bëjë sadaka. Don edhe ka bën niyet fiks, u ndab 100 denar sadaka filonit që e din fiks ku është. I ka mëni që këtë japë sadaka. I ndodhen për udhë, i del një shok, i del dhe një qka, e thirën dëkush, nuk e ban. Ki e ka si mi dhan 100 denar sadaka i shkruhet të Allah. Pa i dhan. Nëse i jep, qka thot hadithi? Herë 10, herë 700, herë pa kufi. Tash kjo pjesa këtu, që jo shumë rëndësi të ceket, lezër, kjo herë 10, herë 700, herë shumë, prej qka mbarët? Kush e përcakton këtë? Sinqeritet. Se ne kena çka, te cili kapitulli na? Te sinqeriteti edhe niyeti. Pra sinqeriteti i vëllezër neve na bon veprën të llogaritet prej 10 700 edhe shumë më shumë. Një dinar i vogël mund të ketë pesh tek Allahu si me kon milion. Edhe në milionshi i dëkujt, miliardet e dëkujt tek Allahu s'kan vlerë hiç. A kuptoni? Kush është tu? Kush është faktori kryesor që e rrit shpërblimin? Është niyeti dhe sinqeriteti për hir të Allahut subhanahu wa taala. Tash do të kalojmë inshallah te pjesa e hadithit tjetër që është pak më e gjatë. Dhe kjo besoj që është e qartë, apo? Kjo pjesa se njeriu i cili dëshiron dhe bën niyet bëjë një vepër të mirë. Nëse e bën, ka prej 10 fish e deri pa kufi, sevape. Nëse njeriu i cili don bëjë një të keqe, mirë po e ndalon frika Allahu subhanahu wa taala, ndalon domethënë ajo çka e din që është haram dhe nuk bën ta bëje, atëherë i shkohet sevap, jo gjina.
Nëse vepron i shkruhet vetëm në gjina. Nuk i shkruhet sikurse te sevapet shumë. Por Allahu nuk i bën padrejtësi as kujt. Ndërsa agje prej mëshirës së Allahut subhanahu wa taala Allahu jep shumë. Ti veç bon me një të mirë Allahu subhanahu wa taala çka ta shumë fishon atë. Edhe ke me gjet ditën e gjykimit ke bën një vepër të vogël shumë, vepër të vogël. Mi po ka qenë shumë me sinqeritet. Tepër ka qenë me sinqeritet kur do shohësh ditën e gjykimit kodër e madhe me sevap. Ka dol gjithë kjo kodër. Ti se mbajsh mend. Kur ta tregon Allahu subhanahu wa taala çe vepër që e bën ti, çka? Është kjo kodër. Prandaj ditën e gjykimit do të shohim veç kodra. Ose kodra me sevap, ose kodra me gjina. S'ka që tërse. A ditë në llogarit çto do jenë. Prandaj të bona për atin e njerëzve të cilët çka japin pak ndoshta, mi po japin çeçat pakën me sinqeritet. Prandaj edhe këto 12 hadithe janë krejtësisht i ka pru pra në Riyadhus Salihin, i ka pru 12 hadithe që flasin për sinqeritetin dhe për niyetin. Pse? Edhe kështu e ka filluar që neve prej në fillim të na përgatisë dietari se kjo punë, kjo fe shkon me ihlas. Kjo fe nuk shkon me qetësi. Kjo punë, kjo çështje fetare, punët, jeta për Allah është me ihlas, nuk ndrysh. Sepse ka hadithe plot, për një prej hadithe është ai i cili bën shirk mua, unë e loj edhe atë shirkun e tij. Personi i cili me një vepër bën edhe shirk, domethënë shirku ka për qëllim jo të bëjë ibadet. Kupton? Po ka për qëllim që e shtin niyetin e përzin, nuk e bën vetëm për Allah, po e shtin edhe dikant tjetër. Në interes dynjos, të më shofe filani, për hatër të qati, a kupton, nuk o pastër për Allah. Thotë e la unë atë me shirkin e ati. Pra hiç si ja merr parasysh. Vepra madhështore duket, por ati nuk ja merr parasysh. Se nuk është për Allah. Prandaj vëllezër, ju din shumë mirë se nuk bën edhe shumë dalin, por e din shumë mirë me çka do të dhezet zjarri i xhenemit. Me çka do të dhezet? Me 3 persona të cilët kanë 3 vepra madhështore. Pra mujahidi i cili lufton rrugt të Allahut, dietari, lexuesi i Kuranit i cili ka lexuar dhe ka mësuar për Kur'an për Allahun subhanuhu teala, edhe i fundit pasaniku. Edhe dini se këto krejt se kanë bërë për Allah, shkaku, ato kanë dhënë shumë për shkak, ki ka luftuar shumë lufta, qetri ka mësuar shumë njerëz, i treti çka ka dhënë shumë pasuri në shumë vende, mirë pasion se ka pas për Allah. Krejt me këto do të dhezet zjarri i xhenemit. Allahu na rujt, Allahu na bëf për atyre që Allahu ua mundson veprat të juvojnë për hir të Allahut subhanuhu teala. Tash do të kalojmë te hadithi 12 dhe i fundit i këtij kapitulli. Pastaj do të vazhdojmë me dersin e ardhshëm do të vazhdohet me kapitullin e Taubes. Thot i dërgoj, thot domethënë Imam Nebeviu thot Wan Abi Abdurrahman Abdullah ibn Umar ibn al-Khattab. Nga Ebi Abdurrahmani, pra babi i Abdurrahmanit, Abdullah ibn Umar. Pra Abdullah ibn Umari, djali i kujt? Umar ibn al-Khattab. Djali i Umar ibn al-Khattab. Thot radhiyallahu anhuma, Allahu qoftë i kënaqur me ta, e tash do ta vazhdojmë hadithin, se hadithi është tregim. Tregim të cilin e tregon i dërguari sallallahu alaihi wasallam dhe është i vërtetë, është muttefaqun alej. Si ky si hadithi parës, të dy janë muttefaqun alej, që do të thonë janë Buhari dhe Muslim. Thot i dërguari sallallahu, kam dëgju, kjo është interesant se thot vet kam dëgju, pra vet Abdullah ibn Omeri kanë dëgju pejgamberin sallallahu alaihi wasallam direkt me vesh të tij se çka ka thonë. Thot سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول انطلق 3 نفر ممن كان قبلكم حتى آواهم المبيت إلى غار فدخلوه. Thot prej para juve ishin 3 persona të cilët thot hecnin dhe i nxorrin nata në një shpellë dhe aty hynën të pushojnë. Thot fen hadarati sakhratu min al-jabal fasaddat alayhim al-ghar. Thot pastaj u rokullis një shkomb i madh dhe vazu çka derën, hymjen, vazu hymjen e shpellës. Çka ndodh pastaj thot? Faqalu innahu la yunjikum thot min hadhihi sakhrati illa an tad'u Allah bi salih a'malikum. Nuk ju shpëton njëri prej tyre thot, nuk kena shpëtim neve, pra sa shpëtojmë asnjëri prej neve prej kësaj shpellë se është para dom shumë herë ka ndodhur. S'ka pas atë krana, ku diun çka. Ka qenë gur i madh, edhe s'kan pas mundësi ta hekin, edhe ndoshta kanë qenë mal dikundi vet. Edhe thot i mençëm, njëri musliman i mirë, thot neve nuk na shpëton për kësaj gjendje vetëm se çka ta lutmi Allahun me veprat tona të mira. Ta lutmi Allahun me veprat tona të mira. Edhe do të shkojmë një nga një. Thot tha njëri prej tyre. Edhe një nga një do t'i shpjegojmë. Ta nuk lexojmë tash këtë 3 rastet, po ta lexojmë një rast, do ta shpjegojmë, ditin do ta shpjegojmë, tretin do ta shpjegojmë. Para se me nis te rasti i parë, te ky pjesa e parë e hadithit ka argument që lejohet me sheriat njeriu të kërkon në raste nevoje, në raste kur ai ka siklet, në raste kur ai e godasin, domethënë të këqijat ka drejt me punë të mira të vetat
të ndërmjetëson tek Allahu subhanahu wa taala. Pra të kërkon prej Allahut ndihmë me punët e veta të mira. Mirë, po këto kanë kusht. Kushtin do ta shohim mbas në fund në çdo përfundim të rasteve. Thot qala rajulun minhum, tha njëri prej tyre, Allahumme, o Zotim, kanë li abawani shaykhani kabiran. I kam pas une, pra këtë të paramendoni tash edhe që ta shohim mirë atë skenarin. Një shpellë brenda, deri madh, si ka zonë nata. I ka zonë se el mebit është pëlqim nata, i ka zonë do kanë hyrë në shpellë që të pushojnë. Kara shkombi dhe kanë bërë brenda. Deri madh, edhe këto thonë o Allahumme. Pra në atë tërë të madh nuk kanë tjetër përveç Zotit. E thonë o Zoti jem. Thot kam shtëpi 2 pleq të moshuar, thinjur, bagjën të moshuar. Thot wa kuntu la aghbiku thot qablahuma ahlan wala mala. Thot asnjëherë kur jam kthyer prej punës në shtëpi, asnjëherë nuk i kam dhënë përparësi dikujt të jap qumsht para këtyre prindërve të mi. As familjes teme, aty hin domethënë gruaja, fëmijët, as malën pasurisë që ka për qëllim rrobëve, se ka pas edhe sklef, punëtor. Pra asnjëherë askujt nuk i ka dhënë para përparësi. Kur i ka dhënë sefte baba, nona do pin, pastaj qirr. Mirë, po thonë një ditë prej ditëve thot. فناء thot bi talab ash-shajari yawman falam arih alayhima hatta nama thot. Një ditë prej ditëve thot tu mundu të mbledh bar për bagetin teme, thot u vonova. Kur u ktheva në shtëpi thot vetëm se i kish dhënë xhumi prindët. Tash thot me veten e vet thot. Thot fa halabtu thot lahuma ghabuquhuma thot fawajadtuhuma na'imain fakarihtu an uqidhahuma. Thot unë pata një enë e cila thot çka u jepet edhe kjo fjala këtu vëllezër çka është? Ghabuquhuma është domethënë është pirja që jepet para se me përfundu nata. Subuhuma është domethënë subuh është pirja që jepet sabah. Domethënë ka arabishtja termet veçanta se si kur jep dikujt pije para akshamit e ka çetër emën. Kur jep dikujt pije qumsht para mas sabahit ka emën tjetër. Edhe thot unë me atë enën teme erdha dhe i gjeta të duke fjetur babën edhe nanën. Thot tash vendosa thot mi po edhe urrejsha thot ti zgjoj. Sa i ka zonë xhumi, si ti zgjoj. E çka thot pastaj? Thot dhe ndejta thot aty, thot derisa kam ndejt në kom thot dhe fëmia jem thot qajshin te kom të mia. Fëmia qajshin thot te kom të mia vajtojshin, ashtu ka në hadith, vajtojshin thot që nga uria, që doshin të pinë qumsht. Mirë po thot une me tasin dorë, mbeta dhe pritësha deri sa erdh çka? Sa erdh mëngjesi. Thot deri sa erdh mëngjesi. Thot pastaj was sabi yadagune thot inde qadami. Pra çajin fëmijët thot në para këmbëve të mia. Fastayqadha fashariba ghabuqahuma. Pastaj thot u zgjun ato, pra erdh sabaj, u zgjun ato dhe u dhash të pinë. Çeve tash këtë skenari, do ka prit në kom, fëmia çajin i ka zonë xhumin, normal, mas një kohë pi çajtmës, mirë po nuk u ka dhënë. As gruas, as fëmijëve, as shërbetorëve s'u ka dhënë. Ka thonë fillimisht unë kam çashtu rrenis, respektin ndaj prindërve, ato do bëjnë parit, mbrapa do bëjnë tjerë. Edhe kjo shumë interesant vëllezër, çka është tash përfundimi i këtij tregimi. Përfundimi i thot në fund. Allahumme thot. Allahumme in kuntu fa'altuhu dhalika ibtigha wajhika fafarrij 'anna ma nahnu fihi. O Zot, nëse unë këtë vepër që kom prit në kam apo ulët me tasin dorë derisa janë zgjuar prindit, edhe nuk e kom dhënë as familjes, as gruas, as fëmijëve, as shërbetorëve që kom dhënë pinë para se me pi prindit e mi, nëse këtë vepër që e kom bërë Zot, është për hir të asaj dite që unë do ta shoh fytyrën tënde, çka atëherë thot na largo këtë situatë në të cilën jemi. Edhe thot pejgamberi sa lëvizi pak, guri i birë, po nuk mjaftoi për dalë. Ka lëviz pak, pra kjo tregon që e ka pranuar Allahu subhanahu wa taala, edhe vepra e tij ka qenë për Allahun subhanahu wa taala. Prandaj ka ardhur ndihma, më po s'ka ardhur plot. Pse? Dietarët thonë jo se s'ka mund. Vepra ka qenë 100% për Allah. E sinqert 100%, por ka dashur Allahu t'i sprovojë këto diçiret. Çon këto ditë çka kanë bë. Se ka mund me të parën het dalë komplet trokulliset. Guri e tal hape atë hymjen e shpellës. Për këtë arsye, vazhdojmë te e dyti. Thot transmetuesi pra Abdullah ibn Omer i thot lëvizi pak por nuk ishte mjaftueshëm për dalë. A këtë e thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam.
Vjen te i dyti, wa qala al-akharu, pastaj tha i dyti, thot Allahumma innahu kanat li ibnatun. Kjo është shumë e rëndësishme mos për këto që janë matri. Edhe për neve pleshve vlen, po këto tri do ta kenë parasysh se është provë e madhe kët moment që e ka pritur ki personi. Thot kështu. Thot Allahumma innahu kanat li ibnatu ammin kanat ahabba an-nas ilayya. O Zot thot. Pra këtë Allahumma, o Allahu jem. Këtë kështu fillon. O Allah, vetëm atij drejtohen, s'ka një tjetër më. Thot o Allahu jem, kom pas unë një vajzë të agjës, që ka qenë vajza më e dashur tek unë. E ka dashur shumë, pa mas. Thot në rivajet tjetër thot kuntu uhibbuha ashad ma yuhibbu ar-rajul nisa. Thot në një transmetim tjetër e kum dashur më shumë se sa që i duin burrat gratë. Do më shumë i çmendëm kanë qenë ndaj asaj në dashuri. Faradtuha thot ala nafsiha famtana'at minni hatta alamat. Thot gjithmonë kam dash që unë të vetmohem matë, që ta kemat për vete, por ajo asnjë s'ka pranuar. Ka qenë e devotshme. Mirë po thot alamat biha sana, një vit prej viteve kapi fukaralloku, edhe familjen e saj kapi fukaralloku. Thot çka? Thot فجاءتني فأعطيتها 20 dinar. Erdha ajo tek unë tash me atë skamje të madhe, jo që arsitohet si vepër. Mirë, po aq ka pas skamje, që ja ka thonë, masi edhe normal, edhe te ajo ka punu shejtani. Se ti non stop ta kesh një person të afërt që non stop pa ndërprer thot, "Aman hajde të vetmona, aman hajde të vetmona." Është normal, mbas kohë edhe shejtani asaj i ka bë davet derisa thot, kur e kapi fukaralloku, ajo tash u bin që duhet me ato pare i merr në këmbim që ta bëjnë atë veprën e shëmtuar. Pastaj thot i dhash ki thot tash. I dhash pra ajo vajza që unë e kam ndruar me vite ta kem vetmohem mat, erdh vet. Unë non stop kam shku mas asaj, pa ndërprer kam shku mas asaj, mirë po kur erdh çoshja, ajo vet merr. Ki qif. I ka ardhur më thon vajzat që e kanë domethënë ka shku mbrapa pas disa vite. Thot i dhash 120 dinare. 120 dinare janë 120 monedha të arit. Janë shumë pare. Monedha të arit 120 copa. Pastaj vazhdon dhe thot. Thot derisa thot hatta idha qad qadartu alayhi. Thot derisa ajo më erdh para meje dhe vazhdon thot falamma qa'idat thot bayna rijlayha qa'adtu bayna rijlayha qalet ittaqillaha wala tafudd al-khatam illa bihaqqiha. Kjo shumë pjesë është subhanallahu tërqetet edhe trupi i njerit. Tash e ka pas rastin vëllezër ta bëjë aktin e zinas. Thot në rivajet ka ardhur ku isha unë mes të këmbëve të saj. Do nuk ka mungu vetëm se zinaja. Thot më thani fjalë ittaqillah. Ke frikë Allahun dhe mos e shpo unazën përveç se me të drejtë. Dietarët thonë me fjalë tjera mos ma hub virginitetin përveç se me martesë. Do ta bësh këtë vepër nuk ka problem. Ka martesë. Ka rrugë e cila është halal dhe sevap ta bësh. Ki personi subhanallahu ka qenë devotshëm, po ka dash ta bëjë këtë zinë. Sikur sa i rastin me atë personin atë djaloshin e ri që ka thënë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, ja Rasulullah idhni bizina. O pejgamberi, ma lejo zinë. Ka bash çift bëj zinë. Edhe ky rast me vite ka ndru, i ka ardhur vet, e ka paguajt. Ka ardhur momenti që ki vetëm ta kryej aktin. I ka thonë ittaqillah, ke frikë Allahut. Ke frikë Allahun e ti thot një put komët. Ja lash thot ja o Zot, që tash ki tash dua të bë. Parmendon kështu rastin. O të bë dua dhe parmendon këtë skenarion, edhe thot o Zot, nëse unë këtë vepër, pra këtë largimin tim prej njerit më dash, Allah është njeriu më i dashur. Edhe pse më tha, ndoshta kur ka thonë ittaqillah, ja shukti Allah më shumë dashuria, që edhe është e devotshme plus. A kuptoni? Thot ja lash dinarët për hir Allahut, edhe largova nuk e kryta aktin, që është sprov shumë e rëndë vëllezër. Të mrish, të vetmosh me një femër. Edhe ty palet bën gati dhe ti tikish vetëm për hir Allahut sepse ta ka kujtuar Allahu në atë moment, ittaqillah, ke frikë Allahut, ai ka hik. E thot o Zot, kjo fundi i haditheve është i tregimeve shumë e rëndësishme. O Zot, nëse unë këtë vepër e kam bë vetëm për ta parë ditën e gjykimit fytyrën tonë, pra vetëm për hir tonin, atë na largo prej kësaj situate që jemi në to. E thot lëvizi dhe pak guri, por çka? Nuk mjafton të dalin. E kjo është shumë e rëndësishme vëllezër.
Nuk ka fjalë e vogël, ti thosh njerit ittaqillah, ke frikë Allahut. Nuk ka e vogël kjo. Nuk ka e vogël kjo, ti thosh o vëlla, mos e bën këtë, ke frikë Allahun që jetu bë. Kjo punë e madhe është. Ke frikë Allahun, do të thonë se mund të Allahun çat moment ta marr shpirtin. Kështu kuptoje. Ke frikë Allahun, mos e bën, mos e sill veten, mos e bjer veten në një pozitë në të cilën je duke bëu gjina dhe Allah ta merr, Allah na rrit çat moment ta merr vdekje, ta merr shpirtin. Çka? Vjen vdekja në atë moment. Duke bëu gjina. Prandaj çka do me kujtu besimtari? Gjithmonë. Unë du ta bëj një vepër të keqe, një gjina. Po ma mori Allah subhanahu wa taala në çat momentin e numle afat për pendim. Çka puna jeme? Do ringjallem çka? Të bëu veprën e shëmtuar. Të bëu veprën e keqe. Do ringjallem para Allahut si mëkatar. Njëri i cili ka vdek në mënyrë më të keqe. Tu i bëu gjina Allahut. E kjo shumë e rëndësishme. Ittaqillah ka thënë. Edhe i ka tregu se çka? I ka tregu se ka mënyrë të halal. Nuk ta ka ndalu Allahu krejt. Çështën e asaj që ta do egoja, ta do nefsi jot. Siç ka thënë në hadith, kur janë çudit sahabët, kur ka përmend se ka sevap njeriu i cili flet me bashkëshortën e tij. Ka thënë Resulullah, "Ala ti keni sevap?" Ka thënë, "A keni gjina kur e bëni në zina?" Aha, po këtu keni sevap. Nëse gjë keni gjina dënoj, këtu shpërblehi, se e keni bën në bazë në suazat të shariatit. Kjo këtë. Ti masi e bësh ashtu si ka thënë Allahu këtë vepër, normal që ke sevap. Kur e bësh në kundërshtim me atë që ka ardhur Allahu, normal do ke gjina. E kështu me radhë. Pra fundi hadith thot, o Zot, nëse unë kam bërë këtë vetë të për hir tonë, që unë ta ditën e gjykimit ta shoh, ditën në xhenet ta shoh fytyrën tonë, atëherë çka largohema këtë në të cilën jemi ne. Pastaj vjen i treti. Thot i treti, pra pejgamberi sa më tregon se rastin, thot i treti tha, qal al-akharu, i treti tha, Allahumma innahu kanat li ibn, jo, falni këtë lexom. Thot i treti, Allahumma istajartu thot ujara. O Zotim, o Allah im, unë e pata njerëz që punojnë te unë, domethënë si punëtor. I mora me këtu shkruan me ujra, domethënë me pagesë. Thot wa ataytuhum ajrahum thot ghayra rajulin wahidin tarakat li lahu wa dhahab thot. Këti pagujta ato punëtorët, ka ardhur mbrëmja, i kanë bërë punën që kanë pas ta bëjnë, normal, sipas hadithit duhet më njerë të hapësh parët. Këtëve thot vadash parët, njëri serthiç. Hiki. Së ne pagujta thot. Pra kanë kohën të unë, kanë punu si punëtor, kreti pagujta, njëri hiki. Zë ka haru, ka shku. Thot, edhe nuk u paraqit më. Pastaj thot, fa thamartu thot, ajrahu hatta kathurat minhu al-amwal. Thot unë ato pare që si adash, domethënë ato pare kanë qenë këtia, mi pa dash t'jap atij për punën që e ka bërë. Thot çto pare, çto bashkë shumë pareve, thot unë e investova thot. E investova. Dhe thot çat shumë pata bereqet në atë investim, thot sa që thot më kanë ardhur, vejani thot se sa që më kanë ardhur shumë pasuri. Ky personi thot pastaj erdh thot vejani ba'da hin, më pas një kohë. Është paraqit, ja kujtu, ka thonë të filoni si kom marr atëherë, pas ka marrë ti marr paret, ama kjo mas vite, jo më njerë. Pas një kohë, ba'da hin, domethënë është kohë gjatë. Thot dhe më tha, ja Abdullah, o robi Allahut. Do shife si ja drejtova, me fjalë të mira. Do të thoni, o robi Allahut. Eddi ilej thot ejri, ma paguaj atë hakun që kam pas, që ma ke borx. Pagu ma hakun që ma ke borx. Fa kultu, kullu ma tara, i thash, krejt kjo që ka e shef, është e jotja. Për që se e pasurisë tonë. A që ka thonë? Ti atalesh me mu. A haj gare bësh? Unë e di që më dhaj ka pas t'ja për dhe zonë sot, një më ditje sa është 30 euro, 50 euro. Që 100 euro. Thot, kjo të nuk bëj 100 euro. Për para ati, kër i ka thonë, shife, që kjo është e jotja, ka pas, thot, transmitim që është të shojmë, ka pas minel ibeli, wal bakri, wal ganemi, wal rakiki. Ka pas ibel, deve, do të ka pas deve plot, ka pas lop plot, ka pas edhe dele plot. Edhe ka pas shërbëtor që kanë punuar aty. Krejt me gjithë shërbëtorët. Me gjithë punëtorët krejt thot se më para ka qenë shumë e përhapet punë e skleverisë. Ka pas domethënë edhe sklev. Pra ka pas krejt 3 llojet më të mira të mundshme bagative. Thot këtë janë tujat. Pra e para gjë e ka investu atë pasurinë që e ka pas tati. Pastaj thot e ka shumu pra se ka ardhur herifi thot këtë është e jotja. Kja ka mund t'i lipe këtij për mundin që ka botë këtij. Ka mund t'i lipe.
Se këtë punën që ka po, ajo punë do të kesh kullota të mëdhoja, po të kujdesesh, po të mjelish, po këtë ton kemë punë. Jo, këtë thot i mur këtë, kjo më të thonë, i mur tha këtë e sëmla kur gjo. I mor i tha këtë me vete kur gjo sëmla. Tash kthehet te pjesë e fundit. Thot Allahumme in kuntu fa'altuhu. O Zot, nëse unë këtë vepër që ja dhash këtë edhe hiç se kisha gajle, se bona mua betiç, që kjo është jote merre komplet. Thot nëse këtë vepër kam bëu për ty, që ta shoh ditën, që ta shoh fytyrën ditën në xhenet, thot fa farrij anna, na largo për kësaj qena, edhe çka ndodh fund, hapet thot edhe pak guri, ajo shkombi, edhe dalin to. Edhe kështu përfundon, do me thonë, çka përfundon hadithi. Dalën, thot, e fekare gjuhu, thot, jem shumë. Pastaj dolën ato edhe nisën të ecin. Te ky hadithi kena shumë dobi. Po ne do të cekim vetëm dobi që ka janë ma direkte e ma dobishme për neve. Është interesant se i pari me çka i pari është afru tek Allahu subhanahu wa taala me çka veprën respektimi i prindërve. Ajo i keni dëgjuar për shumë ligjërata keni dëgjuar se sa vlerë ka respektimi i prindërve. Pra, jo rastisht Allahu subhanahu wa taala kur e përmend tauhidin, e përmend pastaj birrul walidain dhe kur e përmend shirkun, më pas shirkut e përmend uququl walidain. Jo rastisht. Dietarët kanë thënë sqarim për këtë. Pse Allahu subhanahu wa taala pasi e përmend tauhidin dhe monoteizmin, e përmend respektimin ndaj prindërve? Pse Allahu subhanahu wa taala pasi e përmend shirkun e përmend uququl walidain? Thonë se Allahu ku është lidhshmëria? Thonë se Allahu subhanahu wa taala është ar-Razaq dhe nuk ka dyshim. Allahu është furnizuesi, apo. Ngjajshëm, domethënë Allahu i takon shembulli më i mirë, edhe prindit janë ata të cilët çka cilin jetë edhe të furnizojnë. Prandaj edhe kanë bërë lidhshmëri thonë dietarët, ka bërë lidhshmëri Allahu subhanahu wa taala sepse edhe prindit janë ata të cilët të nxjerrin janë shkak që ti ke dalë në jetë, edhe të kujdesen për ty pa u thonë ti, pa u lip ti ndonjë shpërblim. Pa vetë diun tonë, si fëmijë. Për këtë arsye dietarët thonë jo rastisht Allahu subhanahu wa taala pasi e përmend pra tauhidin e përmend birrul walidain, edhe pasi e përmend shirkun e përmend uququl walidain, pra mos respektimin e prindërve, edhe është prej veprave më madhështore. Është bile ka ndaluar, i din shumë që ka ndaluar herifin, e ka ndaluar mos të vijë në xhihad. Ka thonë e ke babën e nonën gjallë, po shko me ato. Ç'a ti bën përpjekën xhihadin ton, ç'a ti bën? Ato kanë nevojë për ti. Edhe kjo është interesant se shumë njerëz çka për fat keq kohën ton i lojnë prindët vet edhe shkojnë. Ai ka rrit ka bëhet çikit bëhet njëri i aft, i shëndosh, i pjekur, i matur, këtë mirat aftësi fizike, këtë tamam, fund i le ato që janë bërë shkak që i të vije deri aty, edhe i le vetë edhe shkon. Prandaj duhet kena shumë kujdes këtë çështje e prindërve për shkak se jo rastisht Allah i përmend në Kur'an. Allah Kur'an e ka përmendur as uf mos i thosh. Jo më shumë. Fala takul lahuma uffin. As uf mos i thosh. Uf çka më thon? Çka për qëllim na jetë? Shko blemni një qumsht. Ç'kjo është për qëllim? Kush është? Kur nona ose baba thotë shko blema një qumsht, ti japësh, ç'kjo është? Ç'ajo është ufi në Kur'an që është për qëllim. Prandaj vëllezër duhet kena shumë kujdes kur çështja e prindit. Tena të kujdesëm shumë se është një prej veprave që shumë ka vlerë te Zoti, edhe shumë vlerësohet, edhe do të çuditemi ditën e gjykimit se sa sevape ka, edhe është vepra që është, do të thonë, mos respektimi i tyre është prej veprave që fshin gjinoha. Shumë fshin gjinoha. Kë pra kjo i parë, i diti me çka unë ndërmjetësoj tek Allahu subhanahu wa taala, me veprat e tija çka? Me mbrojtjen e moralit. Çka? Me mbrojtjen e moralit. Pra ishtë në gjendjen pozitën më të mirë që ka mund ta shfryja epshin e vetë që ka pas. Ëndër e ka pas me vitet tëra. Vetëm për frikës Allahu subhanahu wa taala çka ndodhi? U tërhoq edhe hiki. Edhe hala plus dinar 120 dirhem ila. Moneda të arit. Për çka? Për hitet Allahut. Edhe thotë o Zot, nëse këtë komo për hitondin, na largo prej asaj që jemi, edhe e tregon Allahu vetë se lëvizja e shkomi tregon që ai ka bërë për Allah. Edhe i fundit tham është me amanet. E ka mbajt amanetin. E ka ditë që i ka borxh, e ja ka dhënë jo vetëm borxhin, e ka dhënë edhe fitimin e borxhit. Komplet e pasuri ka qenë prej borxhit. Prandaj këto janë hadithe vëllezër që neve duhet pejgamberi sa nuk i ka treguar krahasisht te sahabët. Na ka treguar një gjë kryesore se ti ke drejt ose e ligjshme sheriatikisht që ti e dish një vepër që ke bërë për hir të Allahut, ma të kërkosh rrugdalje, të kërkosh ndihmë nga Allahu subhanahu wa taala. O Zot, filan ditë nuk bëna kështu, nëse kam bërë për hir
të fytyrës tënde, atëherë ma mundso këtë, apo ma nxjerr për kësaj situate që jam, apo më largo borxhet, apo më largo mbrengat, pa marrë parasysh krejt. Pra lejohet kjo në shariat. Dhe nuk lejohet ndryshe si bëjnë disa prej sekteve të devijora, për hatë të filon shejkhit, për hatë të filon tatije, kështu. Kjo nuk lejohet. Ndërmjetësimi me vepra të mira ka ardhur në argument që e pam që është argumenti i cili gjendet në Buhari dhe Muslim. Pra lejohet njeriu të ndërmjetëson, të kërkon ndihmë prej Allahut në me veprat e tij të mira, nëse janë me sinqeritet dhe kushti kryesor është të jenë të sinqertë. Lutim Allahu subhanahu wa taala që të na mundson bëna prej atyre të cilët veprat i bëjmë vetëm për Allahu subhanahu wa taala dhe nuk e përzin askënd tjetër me Allahu subhanahu wa taala bashkë. Lutim Allahu subhanahu wa taala që të na mundson që kuptimin e fesë ta marrim ashtu si do Allahu subhanahu wa taala. Ashtu si ka shpjeguar pejgamberi sallallahu alaihi wasallam që neve të kena dobi për asaj diturie. Pra dituria e cila nuk bën dobi nuk është dituri. Por qenë dituria e dobishme vëllezër, pa që të kena ta marrëm shëndosh për gjeneratave të para, të cilët e kanë kuptuar mas mirë ti Kur'anin edhe mas mirë ti çka pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Wa akhir dawana alhamdulillahi rabbil alamin.